Individ në rajonin e Pollogut edhe më tej sillen në mënyrë të papërgjegjshme me armët të cilat i posedojnë me leje adekuate, sidomos gjatë ahengjeve familjare, por edhe në raste të tjera, thot policia e Tetovës në një apel drejtuar qytetarëve. Ata në mënyrë të paligjshme shkrepin armë të ndryshme, sidomos me pistoleta dhe me pistoleta gazi, dhe në këtë mënyrë jo vetëm që e prishin qetësinë dhe rendin publik, por edhe e rrezikojnë sigurinë e qytetarëve të tjerë, por në raste të ndryshme shkaktojnë rrezik të përgjithshëm. Kjo më shumë ndodh gjatë periudhës së verës në sezonin e dasmave në vendet dhe kohë të ndryshme, në kuadër të aktiviteteve të planifikuara të sektorit për punë të brendshme. Për parandalim të këtyre dukurive negative, apelohet tek qytetarët që të përmbahen nga përdorimi i armëve, sepse do të opsoj konfiskimi i armës pa marrë parasysh se të njëjtat e kanë me leje, thuhet në apel. Sipas policisë, pronarët e armëve do të përballen edhe me padi adekuate, si dhe ato që të njëjtat nuk i mbajnë në bazë të ligjit, me çras lën hapësirë që deri tek arma të kenë qasje fëmijët apo persona të tjerë të familjes. Sektori për punë të brendshme në Tetovë në periudhën që vijon parashet takime me pronarët e objekteve të lokaleve ku organizohen ahengje familjare, ku do t'i njoftoj ata për implikimet ligjore nëse përdoren armë gjatë kremtimit, njofton policia e Tetovës.